Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. I keni kaluar moshën 50 vjeç. Hani këto 9 ushqime për të jetuar shëndetshëm deri në 100 vjeç. Nëse jeni mbi 50 vjeç, me siguri keni vënë re se ushqimi ju ndikon pak më në ndryshim se si trupi ishte mësuar kur ishit të rinj. Me kalimin e moshës, nevojat tona ushqyese ndryshojnë dhe shpreha "ju jeni ajo që hani" bëhet më e rëndësishme se kurrë më parë. Gratë shohin se nivelet e estrogjenit bien me menopauzën, gjë që çon në ulje të masës kockore dhe një nevojë në rritje për ushqime të pasur me kalcium që mund të ndikojnë në parandalimin e osteoporozës. Edhe si për gratë ashtu dhe për burrat, trupat humbasin aftësinë për të prodhuar insulinë, duke çuar në çekuilibër të sheqerit në gjak, në zhvillimin e shumë problemeve të diabetit të tipit 2 e të tjera. Metabolizmi ngadalësohet veçanërisht pas moshës 60 vjeçare, që do të thotë se ushqimet me kalori kanë më shumë gjasa të shkaktojnë shtim të peshës. Dietologët sugjerojnë se njerëzit mbi 50 vjeç duhet të marrin këto ushqime në dyqanet ushqimore. Erëzat si majdanozi, shafrani ose rozmarina duhet të jenë pjesë e gatimeve tuaja. Për shkak se kripa mund të kontribuojë në presionin e lartë të gjakut, doktoresh Nina Blackman, një mjeke e gjeneratës në New York, sugjeron kufizimin e kripës sa më shumë që të jetë e mundur. Në vend të kripës, ajo rekomandon të shtoni ushqimet me erëza si majdanozi, shafrani ose rozmarina, të cilat ndikojnë në drejt për së drejti në përmirësimin e imunitetit tuaj. Fasulet. Sipas nutricionistes Tara Tomanio, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave si dhe proteinave me bazë bimore. Fibrat janë një lëndë ushqyese kryesore për shëndetin e zemrës. Menaxhimi i sheqerit në gjak dhe kontrolli i peshës do të jetë më i lehtë me përfshirjen e fasuleve në dietën tuaj. Gjiza me pak yndyrë. Në rast se nuk e keni dëgjuar, gjiza po bën një rikthim të madh, citon Tomaino. Është një opsion i shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim probiotik është një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakt të ditës. Fal mineraleve që përmban si kalciumi do të ndikojnë në drejt për së drejti në forcimin e nyjeve tuaja dhe do të ndikojë gjithashtu në përmirësimin e niveleve të yndyrës. Zarzavatet me gjithë jeshile janë një zgjidhje shumë e mirë për njerëzit që i kanë kaluar të 50-tat. Zgjidhni nga zarzavatet tuaja të preferuara gjithmonë ato me gjethe. Tomaino sugjeron spinaqin, lakrën jeshile, madje edhe brokolin. Këto perime janë të larta në fibër, hekur, magnez, kalium dhe kalcium, të cilat janë të gjitha vendimtare për shëndetin e zemrës. Zarzavatet me gjethe janë gjithashtu të ulta në karbohidrate dhe kalori, duke bërë ato një shtesë të shkëlqyer për dietën sepse do të ofrojnë një menaxhim më të mirë të sheqerit në gjak. Nëse i kanë kaluar të 50-tat, frutat e pyllit gjithashtu duhet të jenë pjesë e recetave më të mira të gatimit. Të gjitha llojet të frutave të pyllit, duke përfshirë këtu luleshtrydhet, boronicat, manaferat, janë të mbushura me përfitime shëndetësore për njerëzit mbi moshën 50 vjeç dhe jo vetëm. Ato janë të pasur me antioksidant që ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe japin trupit veti antisëmundje, citon Tomaino. Salmoni. Salmoni është një ushqim kryesor për njerëzit mbi 50 vjeç. Për shkak të përmbajtjes së tij të lartë omegës 3, ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve tuaja të yndyrës dhe mund të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular, duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit në përgjithësi. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe fruta dhe thata. Bajamet, arrat, farat e lirit, farat chia janë të pasur me yndyra të shëndetshme për zemrën. Fibra dhe lëndë ushqyese thelbësore, shpjegon dietologja Meirin Melmand. Ato mund të ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të shëndetshëm, të mbështesin shëndetin e tretjes, të ofrojnë burime të proteinave me bazë bimore. Quinoa dhe orizi kaf gjithashtu janë zgjidhje shumë të mira për njerëzit që kalojnë në moshën 50 vjeçare. Dritrat integrale janë një tjetër mundësi e shkëlqyer për personat mbi 50 vjeç. Quinoa, orizi kaf, gruri, tërshëra janë të pasur me fibër dhe karbohidrate komplekse, citon Melmand. Ato sugjerojnë se sigurojnë energji të qëndrueshme, ndihmojnë me tretje dhe ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit, duke reduktuar kështu rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve metabolike. Nëse doni një jetë më të shëndetshme pas kësaj moshe, duhet të keni edhe një ushqyerje më të mirë.
Kalimi nga mosha e mesme në moshën e tretë pasohet me ndryshime të mëdha. Organizmi fillon të bëhet më i ngadalt, shfaqen problemet të zemrës, shenjat e Alzheimerit, problemet me kockat e të tjera, por me disa ushqime do të shmangni disa nga këto probleme. Lexoni listën e dëgjimit më të mirë të ushqimeve më të shëndetshme pasi kaloni kështu moshën 50 vjeçare. Fasulet. Pasi kaloni moshën e mesme, rreziku për probleme të diabetit tipi 2 dhe kolesterolit të lartë fillon të rritet ndjeshëm. Shtimi i fasuleve ose thjerrzave në dietën tuaj të përgjithshme ul rrezikun e kolesterolit me 5%. Fasulet gjithashtu përmirësojnë nivelin e sheqerit për njerëzit me diabet. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për këta persona është edhe përfshirja e tërshërës. Sa më shumë ushqime pa kolesterol të përdorni në dietën tuaj, aq më mirë është për zemrën. Dihet se rreziku i sëmundjeve të zemrës rritet pas moshës 50 vjeç. Tërshëra, ndryshe nga drithrat e tjera, përmban më shumë fibër dhe ul sasinë e kolesterolit në trup me 5 deri në 10%. Personat të cilët konsumojnë tërshërë kanë zbuluar se kanë një risk më të ulët që të pësojnë probleme në moshë të re. Mollët. Mollët përmbajnë lëndë dietike fantastike për shumë arsye. Mollët rregullojnë sasinë e sheqerit në gjak, përmbajnë fibra, ulin kolesterolin, si dhe substanca që ulin presionin e gjakut. Mos harroni, mollët duhet të jenë bio dhe jo të rritura me pesticide. Vetëm në këtë mënyrë do të arrini të merrni përfitimet kryesore që ato kanë drejt për së drejti në organizmin tuaj. Pasurimi i dietës suaj me këto produkte ushqyese do të ndikojë në drejt për së drejti në fuqizimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Në dietën tuaj duhet të shtoni frutat e thata. Në vend që të hani ushqime të thata dhe të pashëndetshme në vaktet e ndërmjetme, provoni të hani fruta të thata të përziera si arra, bajame, lajthi dhe pastaj qëndroni në përditshmërinë tuaj duke reduktuar rrezikun e atakut në zemër. Perimet jeshile. Deri tani ju treguam se çfarë është e shëndetshme për shëndetin tuaj kardiovaskular dhe metabolik, po sikur t'ju flasim edhe për shëndetin mendor. Këtu përmendim gjethet jeshile. Kërkimet e kanë zbuluar se njerëzit të cilët hanë gjethe jeshile si spinaçi, marulja, rukola e të tjera, në krahasim me njerëzit 11 vite më të rinj që nuk i hanë, u zbuluan se ato që i konsumojnë këto kanë aftësinë më të mira njohëse se këta produkte të kategorive që më nuk i konsumojnë. Frutat e pyllit. Të gjitha llojet e frutave të pyllit janë fantastike për shëndetin tuaj mendor. Reduktojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në kalimin me lehtësi të gjakut në trup. Rezultatet tregojnë se duhet të konsumoni këto fruta duke ulur rrezikun për zhvillimin e problemeve të Alzheimerit. Një tjetër produkt shumë i vlefshëm për këtë kategori të personave është edhe kosi. Kosi është një burim shumë i mirë i proteinës dhe i kalciumit, që shërben për shëndetin tuaj të kockave. Karrotat. Karrota hyn në listën e super ushqimeve. Ky ushqim është i dobishëm për të gjithë trupin duke filluar që nga syt, goja, lëkura dhe zemra. Karrotat ulin presionin e gjakut dhe kolesterolin e keq, përmirësojnë sistemin imun, ulin rrezikun e prekjes nga problemet, sidomos ato kardiovaskulare. Një tjetër perime shumë e rëndësishme që duhet të jetë pjesë e recetave tuaja është edhe përfshirja e panxharit të kuq. Panxhari është gjithashtu një super ushqim. Grënia e rregullt e tyre përmban vitaminën A dhe C, acid folik, magnez dhe hekur. Antioksidantët që ndodhen tek karrota reduktojnë edhe rrezikun e problemeve. E njëjta gjë ndodhet edhe te panxhari duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm pasi të kaloni edhe moshën 50 vjeçare. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për këtë moshë është çokolata e zezë. Edhe pse thuhet se ëmbëlsirat nuk janë të shëndetshme, çokolata e zezë nuk është as pak e keqe. Përfitimet e saj në organizëm janë të shumta. Të gjithë sa kemi përmendur më lart, duke filluar nga kolesteroli, presioni i gjakut, truri, lëkura, mbrojtja nga dielli e të tjera. Pra çokolata hyn në super ushqimeve që mund të konsumohet gjithmonë në dietën tuaj, por gjithmonë brenda sasive të lejuara për të ofruar kështu edhe një mbrojtje më të mirë të imunitetit pasi keni kaluar moshën 50 vjeçare. Është e rëndësishme që për çdo ndryshim që vëreni në trupin tuaj të konsultoheni me mjekut specialist, pasi vetëm kështu do të keni një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije si informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ofrojnë një ndryshim të mundshëm të dietave ose produkteve që merrni për zëvendësimin dhe trajtimin e tyre. Vëmendje.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.